last thing is the message from the embassy, from our commissioning parties, from the European Union and also from the German government. What we see here in Kosovo is that we are working on a functioning state which is delivering, and we see that the institutions and the people involved in that state want to get into such a stage of a democratic stage which is really delivering to the people, and that is just something as a message back also to our people in the European Union, that actually Kosovo is on that way. And because we usually have that we are always discussing the problems of our partner countries. Kjo platform, përveç se do të jetë një mekanizëm që do të na lehtësoj punën tonë, ka 3 baza të rëndësishme. Para është transparenca, parimi themelor I besimit të qytetarëve në institucione. Me këtë platformë ne punën tonë do ta kemi para publikut, dhe përmes kësaj do ta rrisim edhe përgjegjësinë tonë për ta bërë punën më mirë se që jemi duke e bërë. Por në anën tjetër edhe për të dhënë llogarinë ndaj qytetarit për të cilën e kemi obligim të bëjmë. Ulja e barës administrative është, si të thënë, shtylla tjetër që ky projekt do të na mundsoj. E mbi të gjitha, qëllimi I krijimit të këtij projekti, qëllimi I implementimit të këtij projekti është ofrimi I shërbimeve më të lehta për qytetarët. Sot është një ditë e veçantë për të gjithë që kemi punuar në këtë proces. Jo vetëm sepse po lansohet një sistem I ri, por sepse po hapet një kapitull I ri për mënyrën se si administrata publike I trajton kërkesat për qasje në dokumente publike, ankesat lidhur me mbrojtjen e të dhënave personale dhe mbi të gjitha respektimit të drejtave të qytetarëve. Prandaj është kënaqësi e veçantë që e kishim mundësinë ta përkrahim këtë projekt në kuadër të procesit të reduktimit të barës administrative të mbështetur nga Bashkimi Evropian dhe Gjermania. Pjesë I punës sonë në projektin që mbështet reformat të integrimit evropian në Kosovë është pikërisht kjo. Ti mbështesim institucionet të gjejnë zgjidhje të qëndrueshme, praktike dhe afatgjata. Unë jam I fundi në listë sepse në SPAP kemi kontribuar në sistemin në aspektin operativ, po kemi nisë bashkë me Agjencinë për Informim dhe Privatësi, për shkak se edhe atëherë ka qenë ndër prioritetet e qeverisë transparenca dhe llogaridhënia, po edhe është ndërlidhur direkt me obligimet që I kena marrë ndërkombëtare në kuptim të sigmës dhe BE-së të tjera. Kjo iniciativë pastaj ka kaluar në prioritete, saqë suksesi nëse më mohon I kësaj platforme që la krijuar për AIP-in është duke u shqyrtuar bashkë me GIZ-in prapë që të bëhet ndoshta një lloj analize ke komplet institucionet se kanë nevojë për CMS dhe pastaj kemi një CMS gjenerik I cili do të përdoret sipas përshtatjes së institucioneve të tjera.